Zoti Islami, presidenti amerikan Donald Trump, I cili pothuajse ka zgjidhur krizën në lindjen e mesme sa I përket konfliktit midis Iranit dhe Izraelit, është kthyer tashmë me syt nga Ballkani Perëndimor, ku ka firmosur një urdhër ekzekutiv sipas të cilit do të goditen dhe piketohen të gjithë ata individ që I kundërvijen Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo që kapen në korrupsion, apo që minojnë shtetin e së drejtës. Ju si e lexoni këtë urdhër? Me sa shoh unë, ky urdhri që vjen si vjet shtron trasen e privatizimit të ishullit të Sazanit nga vajza e presidentit amerikan Donald Trump, nga zonja Ivanka Trump. Sepse sot marrin vesh që është nënshkruar marrëveshja që ata do investojnë, Jared Kushneri me të shoqen do investojnë $1 miliard në Sazan, do ta bëjnë Sazanin pronë të tyre, dhe kjo është këtë marrëveshje, këtë shitje të ndyrë të trojeve të trullit shqiptare ka bërë kryeministri në detyrë Edvin Kristaq Rama. Prandaj dhe nuk po e arreston Spaku, prandaj dhe ai ka fuqi absolute, prandaj dhe thotë që unë do iki kur dua vetë, prandaj ishte I garantuar, prandaj ka pushtetin absolut, prandaj bën zgjedhje siç I do ai, ku I do ai, sa I do ai. Pra ne këtë sot po e marrim vesh se çfarë luhet në prapasken lidhur me korrupsionin në Shqipëri. Po vetë urdhrin që ka firmosur Donald Trump sa I përket figurave politike që mund të kapen në korrupsion apo që mund të minojnë shtetin e së drejtës, sa I përket vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshi këtu Serbinë, Kosovën, por edhe konkretisht Shqipërinë, për cilën ne interesohemi më shumë, dhe ky urdhër shkon në të njëjtën linjë me argumentet që ju keni dhënë vazhdimisht se si duhet veprojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt vendeve si Shqipëria. Zotëri, sot morën vesh që nuk do veprojnë, unë nuk pres të veprojnë, ai urdhër nuk e di për kë është dhënë, kush duhet ta zbatojë, po personi që duhet ta zbatojë është personi që ka bërë marrëveshjen e turpshme të shqitjes së Sazanit tek Qifuti Jared Kushner. Kjo është tradhtie pastërkombëtare, kjo është tradhtie lartë, por neve në Shqipëri, politikanët shqiptar e hoqën nenin e tradhtisë lartë nga kushtetuta me qëllim që të bëjnë siç duan vetë, të shesin e të blejnë truallin e Shqipërisë ku dhe kur duan. Kështu që ne praktikisht ne kemi përfunduar si shtet. Këtu nuk jep njëri llogari, këtu ka një satrap nga ata të Persisë së lashtë që qeverisë dhe vjedh dhe grabit dhe shet dhe përvetëson çfarë I do qefi në truallin shqiptar, në tokën shqiptare, ish Shqipëria, se s'është më Shqipëri, tani nuk është më Shqipëri, shqiptarët ta marrin vesh mirë, kujt nuk I pëlqen edhe të pijë limontos. Nuk ka më Shqipëri, ka mbaruar Shqipëria. Për të qenë më korrekt dhe të saktë sa I përket urdhrit, ky urdhër shkon paralelisht me zgjatjen e emergjencës siç e cilësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa I përket situatës në Ballkanin Perëndimor, dhe kjo emergjencë është zgjatur me një vit deri në qershorin e vitit 2026, dhe në këtë mënyrë është firmosur edhe ky urdhër ekzekutiv. Pra, në kuptimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës I kthejnë syt nga Ballkani Perëndimor për të parë ato figura politike apo grupe të caktuara që kërcënojnë realisht politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë mënyrë, ju si e shikoni këtë lloj lëvizje nga lindja e mesme drejt Ballkanit Perëndimor? Ky urdhër duhet zbatohet në radhë parë të arrestohet Edvin Rama, për tradhti të lartë dhe për shitje të truallit kombëtar shqiptar të huajve, cilë do të jenë këta, çfarë do që të jenë, nga do që të jenë, ne e konsiderojmë tradhti të lartë dhe shitje të truallit të trojve të shqiptare. Prandaj thash që s'ka më Shqipëri, ka mbaruar Shqipëria. Në qoftë se presidenti amerikan do ka nxjerrë këtë urdhër dhe është urdhër që duhet zbatuar, atëherë ta fillojë nga Edi Rama, që është më I korruptuar këtu në Shqipëri. Dhe të vazhdojë pastaj me Sali Berishën dhe të tjerët personat e korruptuar që fshesin interesat kombëtare shqiptare. Po këta veprojnë kështu sepse s'ka kush të kërkojë llogari, s'ka opozit,
nuk ka kundërshtar, do të thënë janë vetë zot, vetë shkop, gjyqin, ligjin, drejtësin, prokurorin, avokatin, policin i kanë vetë. Po çfarë kërkon të arrijë Donald Trump përmes këtij urdhri sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor? A kërkon që të vendos një stabilitet shumë herë më të lartë dhe për të penguar Rusinë që të dalë në mesdhe? Nëse bën që të pengojë Rusinë të dalë në mesdhe dhe të vijë Jared Kushneri të marrë trojet shqiptare, po nuk ka lidhje me Jared Kushnerin. Kushneri ka i tjetër raport sa i përket investimit në Sazan. Ky është një urdhër ekzekutivi firmosur në Shtëpinë e Bardhë nga presidenti amerikan, i cili ta zbatojnë, e thjesht fare, ta zbatojë atë urdhër, ta arrestojë Edi Ramën, se ka shitur interesat kombëtare, pikë. Po sa i përket politikanëve të tjerë siç është edhe Berisha, i cili deri më tani kishte shpresuar se do t'i hiqej non grata, por me firmosjen e këtij urdhri duket se shpresat e tij janë shuar përfundimisht nëse i referohemi këtij urdhri që parashikon edhe përpjekjet për të hequr non grata apo për të dalë kundër sanksioneve. Vërtetësinë dhe seriozitetin e këtij urdhri zotëri unë do ta besoj vetëm kur të arrestohet Sali Berisha të vej në bankun e të akuzuarve, të merret i pandehur dhe të jap llogari atje në qelisi të gjithë tjerë. Jo mor, nuk është kështu. Është propagandë, është mashtrim. Nuk do pësojnë asnjë gjë nuk do pësojnë politikanët shqiptarë. Me të shoh deri tani. Po si është e mundur, apo kanë lidhje të fuqishme sa i përket raporteve që kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ka lidhje sekrete të nëndeshme që ndoshta nuk varen as nga presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Se nuk ka mundësi që të dalë kryeministri i Shqipërisë dhe të thotë unë do iki kur dua vetë. Ç'është kjo more? Po as Luigi 14 nuk tha do iki kur dua vetë. Ai tha që do iki kur ju të mos shihni as Gramozëruçi në sheshin ose më saktë në oborrin e Partisë Socialiste. Ato i ka Gjasmin është ironik i madh dhe bën humor. Jo. Ai e tha seriozisht ato. Dhe praktikisht ai vërtet do iki kur do vetë. Sepse pas ka mbështetje të jashtëzakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilat janë ato qarqi që mbështesin dhe që mbajnë, nuk e di si jam në Amerikë. Po të isha në Amerikë do mësoja diçka. Po atëherë si e parashikoni rrugtimin politik të Edi Ramës përgjatë 4 viteve të ardhshme, po ashtu edhe të Berishës në krye të opozitës? Me marrëveshjen që ka bërë me Jared Kushnerin, i pas ka siguruar dhe 4 vjet, prandaj thotë nuk do iki kur dua unë. Po sa i përket Berishës, a ka gjasa që t'i hiqet non grata me firmosjen e këtij urdhri? Nuk e di çfarë fuqi ekzekutuese ka i urdhër dhe pse nuk e zbatoi. Se Sali Berisha ka 6 muaj që po tallet me drejtësi shqiptare. Spaku ka 6 muaj, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet që po tallet. Asnjë s'kan arrestuar deri tani. Mos më bëni më këtë pyetje se i kemi thënë, i kemi sqaruar. Spaku është në dorë të politikës shqiptare. Nuk pas ka absolutisht asnjë fuqi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të komandojnë Spakun. Spakun praktikisht e komandon Edi Rama. Është Edi Rama i pari vendit këtu, është Edi Rama që vendos firmos e vulos, kështu që unë nuk kam asnjë shpresë. Shqiptarët dhe t'i hapin sy, të shikojnë, të gjykojnë, të shprehen në këto postimet që bëjnë tek televizioni juaj,